Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar deklaratat e kryeministrit Edi Rama në lidhje me Belinda Ballukun, e cila u pezullua nga detyra dhe ju ndalua largimi nga Shqipëria. Sipas Berishës, me deklaratat që bëri sot kryeministri Rama, i ka nxjerrë dhëmbët drejtësisë dhe me fjalë të tjera, Rama i thot Belindën kurban, po harromëni mua sepse unë jam kushtetuta dhe mjerë kush kalon kufirin. Në fund Berisha bën edhe një paralajmërim për kryeministrin Rama. Edvin, asgjë në botë nuk të shpëton nga krimet e tua të rënda. Kryedemokrati zbulon se në kryeministri ka pasur një sherr me kreun e qeverisë dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku gjatë mbrëmjesë së enjtes. Sipas Berishës, shkak për përplasjen janë bërë mesazhet që SPAK ka zbuluar në celularin e Erviz Berberit me Belinda Ballukun. Kjo e fundit pretendon se edhe Rama ka pasur mesazhe komprometuese me Berberin, por këto janë mbajtur të fshehta nga SPAK. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka njoftuar se nesër më 22 nëntor ora 9 do të zhvillohet seanca gjyqësore për Belinda Ballukun dhe dy zyrtarët e tjerë, Gentian Gjyli dhe Erald Delezi. Sipas njoftimit, ata do të merren në pyetje dhe do të verifikohen masat e sigurisë.